Ky ishte një sulm planifikuar gjatë, me armatim të rënd, me synim të qartë, destabilizus, shkatrimin e rëndit kushtetus, cenimin e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe krijimin e kushteve për shkëputjen e komunave veriore të Republikës së Kosovës. Cilat ishin pasojat e këtij sulmi? Vrasja e zyrtarit policor Afrim Bunjaku, i cili mbetër dëshmi e sakrificës për mbrojtjen e ligjit dhe territorit tonë. Në këtë video marrim pjesë strukturat e larta të shtetit të Serbisë dhe gjithashtu pjesëtarë të strukturave ilegale të Republikës së Serbisë, të cilët veprojnë dhe ka vepruar në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe kreun e grupi terrorist Milan Radojić. Të akuzuarit tjerë, ndërtar Vladimir Radojević, i cili ka pseudonimin Mane, që gjatë takimit kërkojnë armatosjen e fillimit të rezistencës kundër institucioneve të Republikës së Kosovës, përkatësisht në 4 komuna të pjesës veriore të Mitrovicës veriore, Zvečanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Do t'jen video të nxjerrura nga dronet e konfiskuara nga grupi terrorist, me cilat do të vërtetohet se ky grup në një kohë të gjatë ka kryer ushtrime fizike, përgatitje fushore, ushtrime taktike, me armë të ndryshme, shpërthime me eksploziv, makina ushtarake në lëvizje në hapësirat e poligonit e ashtu quajtur, Pasudanske livade, që gjenden në territorin e Republikës së Serbisë, e që nuk ishin penguar fare nga autoritetet serbe. Kjo video, nderuar gjykat, është nxjerrë nga sekuestrimi dhe konfiskimi i dronit, i cili është gjetur në vendin e ngjarjes pa ditë ku ka ndodhur edhe sulmi. Përveç kësaj, kjo prokurori do ta dëshmoj se grupi ishte mirë organizuar, i ushtruar dhe kishte për qëllim saktësisht sulmin në datën 23 shtator 2024. Nderuar gjykat, video tjetër me rëndësi që kësaj gjykate do të prezantojmë në këtë shqyrtim gjyqësor janë videot të nxjerrura nga DVR-ët e kamerave në fshatin Bojsk, me të cilat do të vërtetohet sakt fillimi dhe realizimi i planit për sulm. Është një thirrje për drejtësi, për bërë akti terrorist, akt qyqar, që nuk ka synuar vetëm jetën e njeriut, por e ka synuar edhe zhbërën e shtetit tonë. Ata që nuk qëlluan vetëm mbi policinë tonë, por qëlluan mbi kupit tanë dhe mbi rendin tonë kushtetues. Kjo nuk është një çështje vetëm penale, është çështje shtetërore. Kushtetuta jonë është me armë. Prandaj kërkojmë drejtësi të vendosët
aty ku reshteri afrem e mbrojtjen e jetës. Kërkoj që dënohen me burgim përjetshëm. Ky burgim është minimumi që i takon gruas dhe fëmijëve të atij bujati. Dhe kjo është minimum që na takon gjithëve njerëve në Kosovë. Paraqesim pas stërtjes pasurore juridike, i bashkangjitën ndjekjes penale, dhe mbi gjitha, gjykatën nderuar kërkoj që sa më shpejt filloj gjykimin mungesë edhe i të akuzuarit tjerë. Ne paraqesim kërkesë pasurore juridike për të dëmtuar nga Banashiti, i bashkangjitjen e ndjekjes penale me gjithë forcën dhe mundin që kemi, përfundimisht për të akuzuarit prezent të marrin dënimin e merituar, e që shpresojmë që më të jetë më pak se burgim i përjetshëm. Po ashtu, të filloj sa më parë dhe gjykimin e mungesë i kryeterroristit Milan Radojčić dhe të tjerët që tani nuk janë prezent. Ova optužnica ima brojne nedostatke. Suštinske manjkavosti i nejasnoće. Ja tvrdim da samo na prvi pogled izgleda, posebno posle prikazivanja ovih snimaka, fotografija i ostalog, dakle, samo na prvi pogled izgleda da je ova optužnica kvalitetna,